Përshëndetje nga sofra shqiptare, kam sjell mënyrën se si bëj prerjen e baklavës. Një prerje të vjetër tradicionale, cilën e kanë përbërë kështu nënat tona, e prerë me diell dhe hënë, me një rreth shumë të bukur. Besoj se kam ju pëlqy kur ta shihni videon në vazhdim. Fillojmë nga puna, marrim kështu me një thikë më të madhe dhe i larguj pejtat cilat kanë dalur jashtë tepsisë. Munduhem që t'i bëj në mënyrë paralele me rrethet e tepsisë. Këtë mënyrë veproj nga gjitha anët. Kam prerë kështu pejtat cilat kanë dalë jashtë tepsisë. Unë këto pjesët cilat i kam largu nuk do i hedhi. Do përgatis poqe. Ju mund t'i përgatitni dhe si jufka, qofse doni. Unë do e prej në një mënyrë pak më të veçantë që dalen më bukur. Kam marrë kështu këto kallëta që formoj biskota për vitin e ri dhe ja kam dhënë një formë pak më të zgjatur, formës së ylli, dhe nga ansorët e tepsisë filloj që të nxjerr kështu pjesë të vogla. Pas pjekjes do dalin shumë bukur. Në këtë mënyrë veproj nga gjitha anët e tepsisë. Të pjesë të ngelura do i lëm dhe do përgatis jufka. Do e keni një recetë të këtyre jufkave. Do e shihni. Përgatitet me mish, shumë të mira dalin jufkat. Një gjellë vjetër tradicionale. Ja pra kanë fillu që të dalin këto tre këndshat. Vërtet shumë bukur rre baklava me këto tre këndshat. E sidomos qofse tepsia është kështu pak më e thellë, më bukur do dale. Mënyrën e njëjtë vazhdoj nga gjithë rrethet e tepsisë. Kam prerë nga gjithë anët e vëreni dhe vetë ka dalë një formë shumë e bukur. Pjesët e ngelura do i thoj dhe më pas do i shprishi dhe do i bëj në blender dhe më pas do përgatis jufka. Tash morim një pjatë, unë do e prej në një formë tradicionale, cilën e kam mësuar nga nëna ime, pra me diell dhe hënë. Morim një pjatë kështu dhe munduhemi ta vendosim në mes të baklavës. Munduhem që nga gjitha anët, ose nëse keni një matës, e matni mirë nga gjitha anët, është pjata kështu nga 5 cm, është nga gjitha anët. Varet tjetë në mes duhet, mund të jetë tepsia më e vogël, nuk është patjetër që të jetë 5 cm nga gjitha anët. Tash munduhem që në mes ta jap formën e pjatës, formën rrethore. Bëj diellin. Kështu nga gjitha anët e pjatës shkoj rreth e përqark. E majm pjatën kështu që mos të lëvizë. Nga gjitha anët kam bërë prerjen. Ja pra, forma rrethore. Kështu tash do bëj formën e hënës. Kjo ka qenë një ndër prerjet tradicionale të nënave, gjyshëve tona, dhe vërtet ka qenë shumë një prerje e bukur, një prerje cilat ka kthyer në nostalgji,
e ka simbolizu festën e Bajramit. Ja, pra, kjo mënyrë. Dhe këtu do ja bëjmë një yll. Mirë po ju mund qoftë se s'keni një kallëp të tillë kështu, mund ta bëni yllin me një thikë. Unë pasi e kam këta të dale më e bukur. Kujdej se largoj. Vërtet ka dalë shumë bukur e vërejni edhe vetë. Tash mundohem që ta ndaj kështu në 4 pjesë të barabarta. Vetëm se nuk e prej mesin. Mundohem që vizat t'i qoj drejt. Nuk do e prej kështu deri në fund, që këto pjesët cilat kanë dalë trekëndshme mos prishën. Dhe nga ana tjetër, kështu do e prej, vetëm mundohem që ta qoj në pamje të drejtë. Pra kam fitu 4 pjesë, nuk i prej deri në fund. Se cilën pjesë do e prej në 2 pjesë të barabarta. Kështu veproj me 4 pjesët. Pasi e kam ndarë në 8 pjesë, tash se cilën pjesë përsëri e prej në 2 pjesë të barabarta. Mirë po mundohemi që deri në fund mos bëjmë prerjen. Tash mundohem që të bëj forma të pjerta. Tek se cila pjesë, kështu, këtë mënyrë. Dhe nga ana tjetër, nga 2 pjesë bëjmë prerjen e se cilës pjesë të ndarë. Shifni dhe vetë sa forma të bukura dale. Vazhdojnë atutje në mënyrën e njëjtë, kështu, duke ndarë se cilën pjesë në 2 pjesë dhe duke bërë prerje kështu, nga 2 prerje tek se cila. Në mënyrë të njëjtë bëjmë prerjen e gjithë bakllavës. Dhe kjo është mënyra, motra dashura, se si bëhet prerja e baklavës me diell dhe hënë. Besoj si u ka pëlqyer. Mirëmbëjtje nga sofra shqiptare deri në recetën e rradhës, urime, festa e Bajramit.